Thot, si është gjykimi për lojtarët që bëjnë sejdë kur festojnë shënimin e golit në futboll, domethënë. Pra, për një pyetje të ngjashme është pyetur edhe Sheikh Imam Al-Fauzan, hafidhahullah, edhe e ka thënë atë që është e ditur, domethënë, duhet njerë ta kuptojmë se sejdja është adhurim, edhe i bëhet vetëm Allahut subhanahu wa taala. Dhe adhurimi, siç dihet, duhet patjetër të plotësoj dy kushte, që të jetë vetëm për Allahun dhe të jetë sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo sejdja për falënderim është sunet në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ndonjë mirësi të madhe kur paraqitet ose vjen ose shfaqet një dhunti e madhe ose shpëton nga një dëm i madh i pritshëm. Do thënë nuk është sunet për çdo të mirë me bë sejdë, por është për raste të rëndësishme dhe të randa. Do të thënë nëse arrin një sukses të rrallë dhe shumë të rëndësishëm në jetë, ose shpëton nga një dëm që ka qenë i pritshëm, thot bëhet sejdë. Kurse shënimi i golit nuk afrohet, do të thënë që të krahasohet me këtë përshkrim, do të thënë. Nuk është ndonjë sukses, as nuk është ndonjë e arritur, sepse ajo është lojë. Do të thënë nuk është diçka, pra është lojë, zbavitje. Edhe si thot Sheikh Fauzani aty, maksimumi që mund thuhet për futbollin, edhe pse është vështirë, po maksimumi që mund thuhet është halal, është e lejuar, është argëtimi i lejuar dhe për halal, për argëtim nuk bëhet sejdë asnjëherë. Edhe me keqardhje, kjo sejdja megjithëse është normë islame, mirë po është bërë për ngjasim me mosbesimtarët. Pasi i kanë pa lojtarët mosbesimtarët se e bëjnë kryqin pas shënimit të gollit, atëherë kanë dashur që ti ngjajnë atyre edhe të bëjnë diçka që duket si islame. Mirë po kjo nuk ka bazë në islam. Domethënë me radhën sejdë për shënimin e golit nuk ka bazë në islam. Dhe ky përngjasim është ai që e ka sjell këtë situatë dhe këtë gjendje të rëndë të muslimanëve. Shikoni tani me që bëhet fjalë për futbollin, edhe me që është aktual Kupa Botërore, unë nuk i ndjek ato, nuk i shikoj asnjëherë. Do të thonë nuk i shikoj, nuk i ndjek se mund ndodhe të shoh diçka. Por me që është ky aktualitet dhe kudo në lajmet dhe komentet dhe këto flasin për këto. Është përmendur se i është bë padrejtësi Egjiptit. Nuk e di, ja keni pa ju a mund ta vërtetoni. Përmendet se ka qenë shumë ashiqare, kanë pa të gjithë njerëzit e ka qenë padrejtësia dhe ja kanë vjedh fitoren. Edhe ankohen edhe qajnë edhe kështu, sigur kjo ka ndodhur për herë të parë në histori. Duhet ta dimë se padrejtësia nga mosbesimtarët është e vazhdueshme. Padrejtësisht i vrasin fëmijët duke pi gji nga nëna e vet ose duke qenë djep, edhe i quajnë i quajnë terrorist këta fëmijë. Edhe e gjithë bota heshtë dhe pajtohet. E bëjnë këtë padrejtësi në mënyrë të dukshme, edhe askush, të gjithë i përkrajnë, jo që t'i kundërshtojnë ose të heshtin, por i përkrahin. Edhe në këto lojra, ata nuk duan të shohin muslimanin të ngritur në asnjë aspekt, as në shkencë, as në ekonomi, po as në lojrat kota të tyre. Nuk duan që muslimani të ngrihet. Prandaj muslimani nuk duhet të vrapoj që duket te standardet e tyre duket i mirë, edhe duke i imitu ata, sepse ky imitim vetëm sjell poshtrim për muslimant, por duhet të largohen nga rrugët e tyre dhe ta zbatojnë librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu do të jetë ngritja, siç e ngrit gjeneratat e para. Përndryshe, nëse vrapojmë që të na vlerësojnë mosbesimtarët në cilin do fush, madje edhe në lojë, nëse duam që ata të na vlerësojnë, kjo do të jetë gjithmonë edhe poshtrim. Edhe nëse na japin notë të mirë, edhe nëse na thonë se ti je i shkëlqyeshëm, por sipas rregullave dhe standardeve të tyre, atëherë është poshtrim për muslimanët. Edhe duhet ta kenë parasysh muslimanët këtë, siç thamë edhe në shkencë,
ka pas prej muslimanëve, edhe ka, do të thënë që kanë arritje maramense, edhe në shkencë, edhe në ekonomi, edhe në ushtri, edhe do të thënë shumë aspekte. Mos flasim për të drejta, për moral të lartë, ato nuk mund t'i afrohet askush muslimanëve. Mirë po ata nuk i përmendin asnjëherë. Kanë e vlerësojnë, i japin çmim Nobel, dikujt që ka thënë nëse njeriu nuk ha, do të psohet. Dhe ka marrë çmim, atëherë e ka quajtur këtë pak si në mënyrë shkencore, autofagji, i thonë ose autofagi. Do të thonë që nëse rri pa ushqim, trupi do ta hajë vetë atë rezervën e vet. Edhe për këtë ka fituar çmim Nobel, sepse është prej tyre. Kurse ato të arriturat të paarritshme që i kanë arritur muslimanët, më thënë ato janë të mbyllura, të mbuluara në tepi, do më thënë. Dhe për këtë shkak, do më thënë, këto nuk duhet të çuditen njerëzit për këtë padrejtësi, edhe për këtë Allahu subhanahu wa taala ka thënë wal kafiruna humudh zalimun. Do të thënë mosbesimtarët ata janë të padrejtët e vërtetë. Padyshim se ata gjithmonë punojnë me padrejtësi. Edhe nuk duhet të qajnë për futbollin, pse nuk e arritën sepse u pengu padrejtësisht. Nëse ka qenë ashtu, se thashun nuk e kam pa, po shumë thuhet se ka qenë e dukshme. As për futboll, as për asgjë tjetër. Thotë, por muslimani do të jetë dinjitoz dhe do të ketë pozitën e merituar vetëm kur të largohet nga imitimi i mosbesimtarëve dhe të ecë sipas asaj që ka urdhëruar Allahu. Ta ndjek, ta zbatoj plotësisht librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.